Ministri e Shëndetësisë Evis Sala, e cila mori detyrën në shtator të vitit 2025, rezulton ndër zyrtarët më të pasur të kabinetit qeveritar. Deklarata e pasurisë e depozituar pranë ILDKP-s zbulon shifra që ka përcejnë disa miliona euro, duke përfshirë pasuri të paluajtshme luksoze, aksione në kompani ndërkombëtare dhe fonde investimi të konsiderueshme. Sipas formularit zyrtar, Ministria Sala deklaron 2 apartamente. Njëri prej tyre ka një sipërfaqe prej 189 metra katror dhe vlerësohet në 1.020.000 euro. Apartamenti i dytë me sipërfaqe 68 metra katror është përfituar përmes dhurimit dhe ka një vlerë të deklaruar prej $20.000 amerikan, por pasuria e saj nuk ndalet me kaq. Ministria e Shëndetësisë zotron 6% e aksioneve në kompaninë britanike Lucida Medical. Vlera e këtyre aksioneve është deklaruar £600.000 në gjendje cash. Sala deklaron 1.400.000 lekë, ndërsa shumat në llogaritë bankare janë të shpërndara në disa vende dhe valuta. Vetëm në një llogari bankare në Britani ajo ka mbi £300.000. Në llogaritë të tjera rezultojnë 10 mijëra euro, pound dhe dollar amerikan. Shuma më e madhe e pasurisë së saj financiare lidhet me fondet e investimit dhe pensionit. Sipas deklarimit, Ministria Sala zotron mbi $1.700.000 në fonde investimi, si dhe $100 mijëra pound në fonde pensioni dhe investimi afatgjat. Pashtu, deklarohen edhe mbi €600.000 euro të investuara në fonde të tjera financiare. Në total, vetëm pasuria financiare ka shifra që e rendisin ministren me zyrtarëve më të pasur të qeverisë. Të ardhurat profesionale të Evis Salës janë gjithashtu të larta. Nga veprimtaria e saj në kompaninë Lucida Medical, ajo deklaron mbi £21.000 të ardhura neto, ndërsa nga paga si mjeke dhe pedagoge në Universitetin Katolik të Romës ka përfituar mbi €257.000 euro neto. Në deklaratën e pasurisë përfshihen edhe të dhënat për familjarët. Bashkëshorti i saj, Gëzim Selenica, deklaron llogari bankare me disa mijëra dollar amerikan, ndërsa djali i ministres rezulton pronari një apartamenti me sipërfaqe 48 metra katror me vlerë të deklaruar £285.000 britanik. Pashtu, ai ka llogari bankare dhe të ardhura nga paga që arrin në $36.000 në vit. Në të njëjtin formular, Ministria Sala deklaron edhe një kredi bankare me vlerë totale €700.000 euro. Deklarata e pasurisë së ministres së shëndetësisë ngre pikpyetje të forta në opinionin publik në një kohë kur sistemi shëndetësor përballet me mungesë fondesh, spitalet të amortizuara dhe paga të ulta për mjekët dhe infermierët. Në ditët në vijim do të publikojmë edhe deklaratat e pasurisë së ministrave dhe deputetëve të tjerë të rinj për të hedhur më shumë dritë mbi pasuritë e zyrtarëve të lartë të shtetit.